Rikthehemi dhe Elam. Teknika e parë ishte surf casting që ishte tek bregu, ndërsa teknika me tap. Çfarë teknike është kjo, thoni Elam? Atëherë, ndryshe totalisht nga teknika e parë që ti kërkon të kapësh largësi, teknika me tap zakonisht përdoret për ujëra të qeta, ku janë porte, mole, liqene, apo ndoshta dhe gjitë të vogla që mund të krijon nga lumenjt. Është shumë e rëndësishme që uji të jetë shumë i qetë, mos ketë rryma, pasi tapa është një mekanizëm që pulskon mbi ujë. Dhe sa më i qetë jetë uji, aq më i lehtë është leximi apo lëvizja e tapës, bën atë pjesën e diferencës. Peshkimi me tapë zakonisht ne praktikojmë në liqen ose tek porti i Durrësit. Masat e peshkut që ti kap janë pa kriter, në kuptimin që nuk të kufizon tapa në madhësinë e peshkut që ti do kapësh. Thjesht në tap ti kërkon të kesh thellësi, sepse ti në peshkimin me tap peshkon në këtë pozicion. Mund të kapësh dhe deri diku largësi, po jo shumë të mëdha, maksimumi në 60 metra largësi mund të ikësh. Po duhet jesh shumë i qetë? Këtë doja të thoja. Në peshkimin me tap duhet jesh shumë i përqendruar. Sepse nëse peshkimin me surf casting ti bën hedhjen dhe pret kur çosh lëvizjen e kallamit që ka rënë peshku, në peshkim me tap lëvizja më e vogël bën diferencën dhe ti do jesh gjithkohon i përqendruar tek tapa, nëse tapa lëviz, ka atë zhytjen e lehtë në ujë. Dhe në atë moment ti e kupton që ka rënë peshk apo jo, dhe do bësh një kundërveprim që quhet therrje në gjuhën tonë, që në momentin që të ngeci grepi tek peshku. Pjesa e tapës ka një përqendrim shumë të madh dhe shumë njerëz ndoshta nuk ndihen shumë komod me këtë, sepse gjithë fokusin e kanë në një pikë. Dhe nuk duhet lëvizësh. Dhe nuk duhet lëvizësh, sepse ndryshe nga metoda e parë, metoda e peshkimit me tapë, kallamin e mban gjatë gjithë kohës në dorë. Në duar. Dhe duhet të rish i pozicionuar ulur në një vend. Ky pra që nga peshkimi që njohun. Ky me tapë. Pra vërtet nuk ja dia termin, por realisht të dia që duhet të jesh i pa lëvizur, durimi në maksimum. Po. Dhe heshtje totale që të arrish të ndjesh këtë lëvizje. Po, lëvizjen dhe më të ka teknik tërheqja. Tani në peshkimin me tapë janë përdoren dy lloje kallamesh. Një është fiso që quhet është kallam statik pa makinet ose mekanizmin që bën tërheqjen e fijes. Në këtë lloj kallamash ti bën një peshkim të afërt me bregun. Dhe pastaj janë kallamat bolonjez që kanë pjesën e makinetës të montuar ose mekanizmi që bën tërheqjen e fijes. Në kallamat bolonjez ti ke këtë opsionin që mund të shkosh pak më në thellësi, kap largësinë. Nga bregu mund shkosh rreth 60 metra, po them, në thellësi të liqenit. Është pak. Dhe bën pastaj tërheqjen e peshkut. Tjetër në surf casting sa ishte? Mund të shkojë edhe 120, 150. 120? Ai shumë të hidhet deri te gjatë. Po, bobina tani janë shumë të terma teknike, po makineta ka bobinën që mban fijen dhe në surf casting mund shkojë edhe 200 metra fije e bobinuar. Jo, e kam idenë e kthimit e mbledhjes, por hedhja si mund bëhet aq mirë, aq larg? Sepse tek surf casting këtë ka qëllim në vetvete, edhe nga emri nga kjo ka marrë, ka përcimi i dallgëve. Kuptoj. Dhe plumçet apo peshat që përdoren variojnë nga 120 gram, 100 gram, 150, 200, 250 gram dhe efekti i plumçes apo peshës dhe teknika e saktë e hedhjes bën që ti të kapësh këtë lloj largësie. Unë akoma nuk e kap. Se dinë çoj 200 metra. Unë akoma nuk e kap. Akoma. Ersila, ti kur ke bërë këtë hedhjen, besoj e praktikon edhe këtë me tapë, peshkimin me tapë. Ke bërë ndonjë gabim të parë që e mban mend, po themi, ndonjë incident të vogël? Shumë herë grepi më ka ngecur tek rrobat. E pra, se unë këtë po mendoj që ti kur bën atë hedhjen ajo mund të kapet gjikondi. Edhe kemi bërë shaka me njëra tjetrin, thonë, kapa peshkun, edhe vetën. Peshk më të madh, nuk bëhet nga ky liqen. Sola, ti je në nivelin fillestar, por ka më tutje. Besoj kërkon më shumë nga vetja, je i përkushtuar që do të thellohesh më tepër në peshkim? Po, e shpreh edhe publikisht që dua të thellohem më tepër. Për shkak të angazhimeve të punës që më duhet të udhtoj shpesh, nuk kam mundur dot edhe të shkoj në gara apo edhe në trajnime më të mëtejshme. Po ky etapës më është dukur interesant sepse që kur e provova për herë të parë me sonilën, në fakt ne e provuam në ujëra të rrjedhshme që ka qenë lumi, më duk shumë interesant sepse, okay, përveç se përqendrimi, sepse edhe punët që bëj më duhet të jem e përqendruar, po është ai emocioni që, okay,
është e kapa në fund peshkun, pavarësisht se unë kisha këto sikletet që okej, si do ta liroj tani, do gatrohet me mua, do ta dëmtoj ndoshta, domethënë dhe fatmirësisht Sonila më ndihmonte me këto sepse e kam këtë ndjeshmërinë, të themi. Por më ka limituar disi kjo ndjeshmëria, se ndoshta duam të gjitha provojmë, po pastaj varet sa vazhdon më tej është për të diskutuar. Ke keqardhje për peshkun? E kam të keqardhje, më thënë drejtën dhe gjithmonë e lëshoj. Ato pak sa kam mundur, në fakt e kam praktikuar edhe në udhëtime kur kam qenë jashtë, në Vietnam, edhe në Kroaci, kam mundur jo peshk, por në atë rast ka qenë sepje, mos gaboj, dhe e kemi lëshuar, domethënë nuk të paktën unë e kam lëshuar sepse mendoja që okej, e kapa, e përjetova. Je vegetariane, vegane? Jo, absolutisht, thjesht e kam ndjeshmërinë. E njoh edhe njerëz të tjerë me këtë, se edhe në qytetin tim ka njerëz që peshkojnë për qefën, më shumë përpara se ka qenë Lumi Devol, tani është Bredra Centrale dhe ka ngelur një vije hollë, shumë e vështirë, por nuk i ham peshqit fare, një miku im, por vetëm peshkon dhe i hedh ose i hedh posërisht në lumë apo në liçen. Dhe gjithmonë kam bërë përshtypje, si mund të ndodhë? Sikur se thash, nuk ka të bëjmë me sasinë e peshkut. Kjo quhet dalë shkot për sport, po fiks. Nuk është qëllimi të hash peshkun. E thash, nuk ka të bëjmë me Ama numrin. peshkun e haj në fakt të blerë të paktën? Jo. Ka hequr dorë fare nga peshku. Jo, dhe si mund të lidhet një hobi i tillë, domethënë me këtë lloj nëse nuk e ha. Qëndrimi, po. Në fakt, unë edhe në natyrë jam shumë e ndjeshme, por pasaj të fillon të bët një lloj përshtatje me këtë fenomenin, edhe ndoshta edhe saktësia që krijon apo përfiton në teknik të bën që ndoshta ti jesh më e kujdesshme, edhe pse duket si veprim i pamëshirshëm në dukje, po ti je e kujdesshme në momentin që e liron peshkun nga grepi. Unë në seancën time të parë të praktikës në kurs i kam thënë më falo krimba që përdoren si meze, vetëm ideja që do i kaloja shtizën tej për tej më dhimbte. Po nga ana tjetër ju bëni edhe gara, sepse jeni një klub sportiv, kështu që keni marrë përsipër të përfaqësoni klubin tuaj në radhë të parë, po rrjedhimisht edhe Shqipërinë në ato aktivitete që kanë qenë ndërkombëtare. Se keni qenë të vetmet përfaqësuese. Edhe pse nuk kemi qenë si delegacion i nisur nga shteti shqiptar, ne kemi qenë vullnetar që kemi marrë pjesë në gara të ndryshme, ku ka qenë gara e parë këtë vit që ishte në Greqi. Respect the Sea, ishte tematika e garës, në metodën surfcasting. Ishim 5 vajza nga klubi jon, ku Alba, një nga antaret, më saktë e dyta që ka qenë pjesë e klubit në regjistrimet, po, doli dhe mori çmimin e dytë duke e përfaqësuar Shqipërinë të dytën në këtë garë. Po mirë, kur morët këtë arritje dhe arritët të realizonit qëllimin kaq mirë me këtë rezultat, nuk patët një komunikim më pas me federatën? Fatkeqësisht, domethënë ne ishim pjesë me federatën, po sikur se thash, nuk është se ka patur. Nuk kishte diçka, po themi më për të nuk patëm asnjë lloj komunikimi nga instancat më lartë për ta, ndoshta edhe thjesht për ta promovuar apo për ta treguar si fenomen. Ngeli thjesht një postim nga federata në e kuptoj. Në rrjetet sociale dhe në faqen tonë të klubit, por për një vit me çmime është shumë arritje. Po, të përfaqësosh Shqipërinë, domethënë atje në garë ishte Turqia, që ishte shumë e fortë, Greqia. Vendet që po përmend kanë vite që e kanë zhvilluar. Po, dhe këta ishin, domethënë vajzat apo gratë pjesëmarrëse në këto gara ishin prej vitesh që merrnin pjesë dhe ishin të frikshme të shihen në peshkim. Ashtu. Dhe ne patëm fatin që të sjellim çmimin e dytë. Bravo, ju gëzoj. Çfarë ju thon të afërmit të Sonila? Se duhet ju me peshkimin, nuk e di çfarë komentesh mund të keni. Në fakt, në fillim ka qenë paksa familja, rrethi miqësor, paksa kështu, jo shumë e mirë pritur. Madje babi më tha, edhe ti tha mos ju fut kaq shumë peshkimi. Jo, më thash unë, jo ti është për qefi, thash unë. Dhe vaj mend që shumë shpejt që ne kemi filluar diku në maj, fiks para një viti, në shtator u bë një garë e pavarur nga federata, por që ishte jo me teknikën me tap, edhe vinë dhe nga përfaqësuar nga Kosova. Dhe mbabit, hajde se do vishte ti ngarë me mua. I thash tani, ti ndoshta se kuptosh se ta them atë ndjesinë e peshkimit. Hajde provoj edhe. Dhe ai është bashkuar? Babi është peshkatar i lirë, kur ka ndonjëherë garë dhe ka dëshirë të vi, absolutisht e regjistroj në këto gara. Gjitha përfitimet që jep peshkimi në këtë rast. Edhe është
me siguri e gjitha një panoramë e bukur, me natyrën, me rolin që ajo ka, me dëshirën për të kaluar kohë mirë, me përfitimin praktik peshkun në zgarë që e merë një gjithashtu. Mendoni, Ersila, që në një të ardhme do të kalosh edhe më të ndoshta në një nivel më të vështirë peshkimi, mundet të kaloni, pra do i thelloheni kësaj dhe është mundësia mbi të gjitha? Neve dëshirën e kemi normalisht. Kemi folur shumë shpesh me vajzat e grupit që të bëhemi ekspertë, të kapim gafore më shumë, ose të dalim dhe të hapur. Për të kapur gafore, si duhet vepruar? Për të kapur gafore është një soj teknika si surfcasting, po në vend të grepit ke një lloj gratske që ngel gafori aty, sepse gaforia ka duart shumë të mprehta edhe i pret grepat. Dhe ti kur e nxjerr më vonë pastaj kallamin, s'ke as grepin. S'ke as grepin brenda. As grepin, as plumçën. Edhe dëshira shumë e madhe, po që mundësit nuk janë. Vetëm nëse neve e vetë financojmë vetë si gjë dhe dalim në det të hapur ose i përmbushim këto dëshira që kemi. Jeni lidhur me peshkatar profesionist nga këta që dalin në thellë edhe që peshkojnë? Jemi në kontakt online me to, po jo që... Jo që të shkoni për shembull të shoqëroni ndonjë... Nuk e merr njëri përsipër sepse thonë kemi riskun e sigurisë. Po që ka dhe guida që bëjnë këtë, mendoj në Vlorë, ka guida që bëjnë... Eksperiencë peshkimi, po e di që e ofrojnë. Vlora po më duket, me ato peshkaretat e vogla. Dhe Saranda edhe Pogradeci, Mësati edhe Shkodra. Shumë E mirë. ofrojnë si shërbim turistik, sepse dhe turistët themi që vinë. Kanë kureshtje, po, Kanë kureshtje, po ju është ajo eksperienca, është eksperienca, është ndjesia, është komplet konsumimi pastaj një dreke më pas, asaj gjës që ti ke kapur, do të thënë është eksperiencë më vete. Patjetër janë, si thua, nga ajat e zhëja në këtë rast, nuk është thjesht peshku në pjatë. Po ju, nga që e keni idenë, e kam fjalën, ndoshta do ta kishit akoma dhe më me interes të i shoqëronit edhe të mësonit diçka më shumë prej tyre. Dua të cek dhe diçka tjetër, që peshkimi si sport dhe aktivitet ka goxha kosto. Dhe peshkimi me vark në det ka kosto shumë herë më të larta. Sa mund të jetë për shembull një dalje në det për të peshkuar? Se kam idenë, po si funksionon? Nuk është si kemi bërë me vark sua. Me vark. Por e di që më duket të shkon diku te 100 euro minimumi personi, vetëm për një dalje. Këta që bëjnë guida, pastaj po të bësh grup vetë, do marrësh parasysh do paguash qeran e varkës, do karburantin, të gjithë pajisjet që ne aktualisht nuk i kemi, duke qenë se praktikojmë. Gjithë pajisjet do jenë, domethënë nga aja që do merren dhe kanë koston. Kështu që edhe kjo është një arsye pse nuk është praktikuar shumë dhe mendoj që nuk është nevoja të përhapemi, pavarësisht dëshirës që mund ta bëjmë një herë ose 2 herë për qef, por për pjesën e sportit është shumë e vështirë kjo të peshkuarit me vark, ta kthesh si sport. Dhe të qenurit mirë në dy teknika është besoj më se mjaftueshme, se ne nisëm me një garë në Greqi, që ishte garë internacionale, dhe pse jo të mos rrisim fokusin në këto gara apo pjesëmarrjen e vajzave që përfaqësojnë Shqipërinë në gara ndërkombëtare. Që absolutisht dhe këto kanë kosto dhe një nga arsyet pse nuk janë të shpeshta është pjesa e kostos. Dhe cilat ishin zonat më të mira për të peshkuar përveç Durrësit, portit të Durrësit? Tani, pa dashur të përmend emra jo për efekt reklame, s'ka lidhje, thjesht çfarë na nevojitet neve si vajza pikësparje, të kemi aksesimin e makinës. Domethënë të mundësisht që makinat të jetë sa më afër bregut, duke qenë se kemi ngarkesa. Rana Hedhun është një opcion shumë i mirë. Herën e fundit kemi qenë në Kallm, kemi shkuar në Spiller, në Orikum kemi qenë gjithashtu. Në varësi pasaj edhe të periudhës, për shumë në sezonin e vjeshtës dhe pranverës hershme, pothuajse çdo lloj bregdeti është i aksesueshëm dhe lehtësisht i shfrytëzueshëm për pjesën e peshkimit nga bregu. Tani që koha fillon ngrohet dhe fillon aktiviteti turistik, është shumë e vështirë duke qenë se vetë teknika kërkon që ti të bësh goxha hedhje dhe mund të jetë me risk për njerëzit që mund të jenë afër. Dhe gjatë verës ne zgjedhim orët e vona të darkës, që mund të bëjmë peshkim pa cënuar dhe hapësirën e të tjerëve.
shumë të bukura të gjitha historitë në fakt që mund të dëgjosh, kush e di sa keni ju, edhe po të kemi më shumë kohë, edhe po të thellohemi më tepër për jetime, do thoja, ose bëma ngjarje që kaloni në kohën që ju dilni për peshkim, por vërtet shumë interesante që ja ka një tjetër sport, ka një tjetër mënyrë për të mësuar më tepër, po edhe për të kaluar kohën e lirë mirë, mbi të gjitha për të patur edhe atë efektin e shpirtin e garës aktive dhe të ndezur, sidomos me vajza në këtë rast. 11 janë në këtë klub, por mund të shtohen, apo jo? Në fakt, përveç klubit Vasha dhe Dall, ka patur shumë interes të vajzëve dhe janë krijuar dhe 3 grupe të tjera, por që nuk se kanë patur këtë lloj iniciative dhe përkushtimi kaq të madh sa ne, janë akoma në hapat e para. Uroj dhe shpresoj që së shpejti të rriten dhe ata profesionalisht në pjesën e peshkimit si sport. Në momentin që shtohen klubet, ju klubet brenda vendit, njëra tjetrës do garoni, është kjo? Po, ka dhe gar klubesh, ka. Ne kemi marrë pjesë... Garë vetëm mes vajzash, klube vajzash, apo edhe me djemë? Kemi bërë garë brenda vajzave, po jo brenda, të më thënë ne që jemi antarët një klubi, thjesht garojmë si individ me njëra tjetrën. Po ka dhe garë klubesh, aktualisht vetëm e vajzat, klubet e vajzave nuk është bërë, sepse thash vajzat nuk është, grupeve tjera nuk janë kaq shumë aktive, janë akoma në hapat e para, po kemi garuar në mes klubesh edhe me klubet e meshkujve. Me djemë, po. Po, dhe është bërë gara vjetë në Orikum dhe kemi marrë vendin e dytë. Ashtu, bravo. Dhe me thënë nuk mund të kenë marrë me të letë në fillim ata, por gjithsesi. Në shojmë pak shumë, se këta nuk din të peshkojnë, po i kemi treguar që... U kemi treguar të bëjmë mirë. Më bëhet shumë qejfe që ishit këtu, faleminderit shumë që treguat historitë tuaja. Uroj me zemër që të shkoj shkëlqyeshëm, ndërkohë ne do të shkojmë në publicitet, dhe në pjesën e fundit do të kemi një tjetër histori të bukur. Këtë e ka përgatitur Agida, një material shumë të këndshëm, është Enxhi, do të mbetemi në det. Po do të flasim për Sirena në këtë rast, dhe është Sirena e parë e brigjeve shqiptare. Po, ka një siren, edhe ajo është Enxhi, po për më shumë do të ndiqni materialin. Faleminderit shumë që na ndoqët, pas publicitetit, keni insertin, shijojeni këtu në Shije Shtëpie.